4, sot është ditë e shtunë, dhe shënon 3 maj 2025, është ditë e 123 e vitit, deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur dhe 242 ditë të tjera. 242 mundësi për gjithë ju për të realizuar objektivat që i keni vënë vetes. Dielli sot ka lindur në orën 05:36 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 19:39 minuta. Ne nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar në pjesën e dytë pas me telefonatat dhe në pjesën e tretë me ekspertin e ditës që sot do t'jetë avokati Artan Manushaqe. E nisim me panoramën fillimisht. Dëmi 70 milion euro, diaspora për Shqipërinë e lirë, kallëzon Balluku në SPAK, akuza. Impjanti në Tiranë, lëvizja Diaspora për Shqipërinë e lirë, depozitoi një kallëzim penal në SPAK për projektin e impjantit të trajtimit të ujrave të zeza në kryeqytet. Kjo lëvizje vë në shënjestër ministren Belinda Balluku dhe Bashkinë e Tiranës pasi u dhanë miliona euro për këtë impjant që s'u vu kurrë në punë. Sipas përfaqësuesit të Diaspora për Shqipërinë e lirë Florian Haçkaj, kallëzimi është për shpërdorimin e detyrës, pas janë shpenzuar deri tani mbi 70 milion euro. Në faqen 7, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës vjen nga suplementi Panorama Plus sot, si ditë e shtunë, bashkë ngjitur me gazetën Panorama, vjen dhe suplementi Panorama Plus pas një kosto ekstra me lajme nga bota rozë në Shqipëri dhe jo vetëm intervista, personazhe, foto nga paparazzi e të tjerë. Çfarë ndodhi me lidhjen e re të Luana Vjollcës? Merr fund drama, Vesa vendos pajtohet me Big Bastën. Ami dhe Adelina nisin verën, fotot e nxehta nga destinacionet luksoze. Personazh Ylli Dresha i gay, deklaratat dhe dyshimet. Këto ishin titujt e Panorama Plus, i gjeni nga faqja 13 deri në faqen 20, ndërkohë titujt të tjerë nga gazeta Panorama. Nga 1 janari taksa do të fshihen. Berisha premton faljen e kamatvonesave dhe zgjidhjen e pronës në 4 vite. Kreu i opozitës, qeveria do të marrë edhe kredi për kompensimin e pronarve. Në faqen 2. Kërcënimet, ndërtimi i hecit në Kaçinar, banorët protest poshtë zyrës së Ballukut. Në faqen 7. Në 7 qytete, lista me emrat e pronave që legalizohen pasi u kompensuan pronarët legal. Në faqen 10. Harmonia fetare, pelegrinazhi ndërkombëtar i Bektashinjve, porosia e Babamondit për brezat e rinj. Në faqen 11. Hapësira opinion, lufta e dytë botërore në 80 vjetorin e përfundimit, nga Pascal Milo. Opinioni i fundit vjen nga Ndriçim Kulla, një kujtesë për reflektim. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend, bashkë ngjitur me të në brendësi edhe suplementi Panorama Plus pas një kosto ekstra. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është Radha e Telegrafit, shohim titujt kryesor të saj. Damian Gjiknuri, takime me banorët e zonës elektorale të Vlorës. Kandidati për deputet në qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, takohet me banorët e Sherishtës, Babicës vogël dhe Babicës së madhe. Gjatë takimit me pensionist, Gjiknuri premtoi se në vitin 2026 pensioni minimal do të jetë 20.000 lekë dhe pensioni mesatar 40.000 lekë. Në faqen 2. Kryeministri njëkohësisht dhe kreu i socialistëve Edi Rama takime në Burrel, Ulës dhe Dibër. Edi Rama pas rrugës së Arbrit në mandatin e 4 bëjmë rrugën Burrel Ulës që do të nxjisë investimet në turizëm. Gjatë takimit elektoral, Rama prezantoi investimet 10 vjeçare në qarkun e Dibrës, i cili sot është pjesë e metropolit të Shqipërisë. Zhvillimi i rrugës do të japë nxitje jo vetëm investimeve, por edhe vlerësimit të objekteve dhe pronave në këtë qark. Tituj të tjerë nga Telegraf. Presidenti Bajram Begaj pret me një ceremoni solemne mbretin e Jordanisë Abdullah Ilbin Al Hussein.
prioritet bashkëpunimi ekonomik. Liria e medias në rrezik, reporterët pa kufi nxin Shqipërinë, liria e shtypit kërcënohet nga politika dhe krimi organizuar. Në faqen 5. Skandal në Wizz Air, diskriminohen pasagerët, blokohen 2 orë në Londër. Ekuipazhi akuzon për vjedhje telefoni, pastaj kërkon ndjes. Opozita shqiptare Sali Berisha në Fushkruj, mira qytetare pritën në shesh. Xhelal Mziu, shteti ka dështuar të mbështesë Dibrën në çdo aspekt. Ndihet fryma e fitores së madhe më 11 maj. Besart Xhaferi, ne shembulli që do të sjellim Shqipërinë madhështore. Shkeljet e 11 majit, skandali, 9.2 milion euro të harxhuara Celibashit për diasporën dhe 100.000 vota që janë ende rrugëve. Emigrantët, pasi dham të dhënat në KQZ, nisën telefonatat, eksponentët e përgjimeve të Bildit duhet ishin në burg. Mjeku në familje, kush rrezikohet nga aritmia, simptomat dhe 3 kurat. Trajtimi i sklerozës, shenjat e tumorit të prostatës, kura popullore për hipertensionin e kolesterolin. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme. Është radha e gazetës Fjala. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Rritet numri i denoncimeve në SPAK. Opozita akuza qeverisë për krime zgjedhore. Kandidatja demokrate Albana Vokshi depoziton të tjera prova për keqpërdorimin e administratës publike në favor të Partisë Socialiste. Nga dera SPAK, ajo i ka bërë thirrje punojësve të shtetit që të mos bëhen pjesë e shkeljeve. Në faqen 3, materiali i plot. Krye artikulli i fjalës për ditën e sotme, Rama mandat të 4 për Europë, BE i kujton se integrimi varet nga zgjedhjet. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, paralajmëroi se procesi zgjedhor i 11 majit është test i real për Shqipërinë. Ambasadori tha se BE nuk i intereson fituesi, por standardet do të peshojnë në rrugën drejt antarësimit. Teksa kryeministri Edi Rama e sheh mandatin e ardhshëm si një vot për Europën, Brukseli i kujton se integrimi matet me drejtësinë dhe ndershmërinë e garës zgjedhore. Në faqen 3, materiali i plot. Përplasja në Shkodër, doshi sulm ndaj Becit lejon ndërtime pa leje në këmbim të votës. Opinion në reporterët pa kufi për keqësimi i lirisë së medias në Kosovë. Premtimet Berisha, dorisim subvencionet për fermerët nga 32 në 230 milion euro. Në faqen 3. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Fjala për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e gazetës Dita. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Bota e trazuar e ditëve të sotme dhe mesazhi që vjen nga lufta e dytë botërore. Nga Maren Glen Kasmi, ky vit shënon jubileun e 80 vjetorit të fitores së LDB-s. Në këtë luftë më të përgjakshme në historinë njerëzore, që preku mbi 2 miliard njerëz, më shumë se 60 milion humbën jetën. Bëhet fjalë për luftën e dytë botërore prapë. Në faqet 18 dhe 19, Marigleni i plot, materiali i plot nga historiani Maren Glen Kasmi. Krye artikulli i ditës për sot, detaje dhe analizë, pensionet dhe arnimet, pse kreu i qeverisë deklaroi se reformimi i skemës së pensioneve është maraton, nuk është sprint. Skenarët për ndryshimin e skemës dhe çfarë kanë propozuar ekspertët. Sa mundësi për realizimin
kanë premtimet parazgjedhore dhe nga majoranca apo opozita. Problematika e skemës aktuale dhe pse ndërhyrjet që pritet bëhen nuk do t'jenë rrënjësore. Në faqet 2 dhe 3 materiali i plot. Nga Brukseli, Dr. Jorgji Kote, lufta dhe dilema e dy fish gjeopolitike me të cilën po ndeshet Kievi dhe Aleanca Euroatlantike. Armpushim, ujdi, paqe apo pushtim? A është e vërtet ajo që thot Rodrik Kisvetter, ish general, deputet dhe ekspert i njohur gjerman, kur pohon se me këtë paqe, Ukrainën do t'ua hedhin qenve. Në faqet 6 dhe 7. Jemi të ngopur me të njëjtat mënyra dhe me të njëjtët të heshtur që qeverisen me një gisht nga liderët e partive. Kush do e bëj këtë Shqipëri? Derim tani, përveç mallkimeve, asgjë nuk është dëgjuar. Një shkrim nga Bedri Islamin, faqe 24. Analizë historiku i zgjedhjeve të shkuara dhe kush i përfiton në 11 maj mandatet e votave të djegura. Votat e partive që marrin më pak nga sa nevojiten për një mandat të plot i shkojnë partisë më të madhe dhe një pjesë partisë së dytë. Në brëndësi Nuredin Seci i dhash parat nga dashuria. Pabarazia ekonomike është në rritje, perceptimi, reportazh mes pasigurisë dhe izolimit, çfarë ndodh brenda qendrës së emigrantëve në Shqipëri. Italianët shkruajnë se brenda qendrës ka tentativat shumëta për vetvrasje. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Do vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme. Është radha e gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Geri Kokalari zbardh faktet tronditëse. Sali Berisha në të lashe në SBA me kontratën e lobimit. Patriotët janë fasad. Nuredin Seci, një ndërtues në New Jersey që se një askush. Ja kush për i paguan në të vërtet $6 milion. Në faqen 3, materiali i plot. 70 padinës pak për zgjedhjet e 11 majit, përgjime, kërcënime, provat forta për deformimin masiv të votës, dosje me video dhe urdhra nga zyrtar lokale, rrjete kriminale që operojnë në prapasken për të manipuluar rezultatin, ja çfarë po ndodh me hetimet. Në faqen 7. Evi Kokalari shpall fundin e Sali Berishës dhe Ilir Metës në zgjedhje dhe paralajmëron në revolucion në opozit pas 12 majit. Në faqen 2. Japse Berisha nuk e mbyll dot dosjen Partizani me manovra proceduriale dhe mungesat të simuluara, kreu i PD-s nuk i shpëton dot gjykimit për korrupsion e pastrim parash. Avokati Idajet Beqiri zbulon se çfarë do të ndodhë më 5 maj. Flamur Noka, idioti dobishëm i Sali Berishës, gjasi i ka thënë burgut hapu me firmosjen e kontratës $6 milion në SBA. Kreu i PD-s i bën gropën varësit të tij, zbardhen ligjet që ka shkelur. Parashikimi i fortë i Kreshnik Spahiut, Sali Berisha po e fundos partinë. Në 11 maj, PD-ja do të marrë më pak deputet se në 2021-shin. Jasi Edi Rama po nxjerr jashtë emra VIP në PS dhe me probleme me SPAK. Në faqen 5, materiali i plot. Titujt të tjerë, plas një tjetër skandal, jasi përfitojnë miliona euro me procedurat të dyshimta, kompanitë të afërmve të Belinda Ballukut, zbardhet roli i varësit të zëvendës kryeministres. Dhe Jonaid Mëzyri. Miku i Edi Ramës drejt burgut, arkitekti i kryeministrit akuzohet për korrupsion miliona euro në Itali, ja afera që fundosi Stefano Boerin. Zgjedhjet e 11 majit, Lulzim Basha ju bën thirrje socialistëve të distancohen nga PS-ja dhe të ndëshkojnë me vot të korruptuarit. Edi Rama sulmon analistët për sondazhet.
Sali Berisha premton se Ballkani i hapur do të hidhet në koshin e plerave kur të vijë në pushtet. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë, këtë herë të përjavshme, e përjavshmja letrare kulturore Ex Libris, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Vebimi iftari, letërsia është universale për nga natyra, por shtron artistikisht pikpamje të shkrimtarit në ide e përmbajtje. Bisedoi Andreas Dushi. Kur çamët manifestonin në Athinë dhe arvanitët në Tiranë, nga Enver Kushi, në faqen 8. Botuesi i njohur Frano Kulli nderohet në Rom me çmimin kulturor Artizani Shpresës nga Akademia Papnore e Teologjisë dhe Parlamenti i Lishmërisë Ndërkombëtare, në faqen 17. Pjetër Budi, përjetar i poezisë shqipe nga Bear Gjoka. Pasternaku i harruar, babai i nobelistit nga Svetlana Lehtman, në faqen 20. Shënime mbi librat, shënime meditative mbi romanin e Balsor Hoxhës Bora dhe unë. Udhërofimi i brirëve të Drerit në universin ton, nga Gron Tufa. Shënime rreth romanit Gjurmjete të shkrimtarit Ndue Gjika. Leshi i zi në një roman historik, shkruan Ndue Dedaj. Shai Beqiri për ulja e elitës, ky libri i duhur, i dendur, i dinjitetshëm, nga Ymer Shkreli. Vdekja dhe pinguini e Andrej Kurkovit, murtaja e vetmis moderne. Komenti nga Gjojina Salaj, në faqen 20. Letra e atit të shenjtë Francesk mbi rolin e letërsisë në arsimim, si e lexon një lexues i Franceskut, nga Miljenko Jergovic. Titulli i fundit, Metamorfoza e penës së gruas, nga doktoresh Ylka Filipi. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta e përjavshme letrare kulturore Ex Libris. Ne do të vijmë tani me një gazetë të përditshme më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Final Four. Gjysmëfinalja e parë, Vllaznia Dinamo, të dielën në orën 20. Finalja e titullit në këmbët e tyre. 6.000 shkodran në stadium Jera. Ky është viti i duhur. Devi Bregu, hija e bluve para përballjes me Kuqeblut. Balaj, Mala, Mandela apo Zabërgja, cili do t'jetë vendimtar në fush. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Të dielën në orën 18, Tirana me 3 sulmues, po Gradeci me 100.000 euro në tavolin. Faqet 6 dhe 7, gjeni detaje mbi takimin e play-outit. Tirana po Gradeci, kush do të qëndroj në superiore? Partizani të kuq të plotësohen, Beqiri, Demat me luhatje. Rogozhinasit, Lodhja dhe Fernando, Makthet e Ignatias. Legionari, Kumbulla, sfida me Serbin, vendimtare, besojmë te botrori, në faqen 10. Volejbol, Tirana merr të tretën kampione me rekord, në faqen 12. Titujt të tjerë nga Panorama Sport, parashikimet 1x2, ndeshjet e sotme në faqen 24. Itali, mendjen të Barça, Inzaghi ndryshon gjithë ekipin. Angli, City është i treti, Guardiola mediton largimin. Spanjë, Flike Ancelotti, probleme për kampionatin. Gjermani, Bayerni bën gati festën sekrete Ten Hag te Leverkuseni, në faqen 22.
Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend Panorama Sport, e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në Shqipëri. Ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Dëmi 70 milion euro. Diaspora për Shqipërinë e lirë kallëson Balluku në SPAK. Akuza. Impianti në Tiranë, lëvizja Diaspora për Shqipërinë e lirë depozitoi një kallëzim penal në SPAK për projektin e impiantit të trajtimit të ujrave të zeza. Kjo lëvizje vë në shënjestër ministren Belinda Balluku dhe Bashkinë e Tiranës pasi u dhanë miliona euro për këtë impiant që s'u vu kurrë në punë. Sipas përfaqësuesit të Diaspora për Shqipërinë e lirë Florian Haçkaj, kallëzimi është për shpërdorimin e detyrës, pasi janë shpenzuar deri tani 70 milion euro. Në faqen 7, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës së ditës sotme vjen nga suplementi Panorama Plus, i cili si çdo të shtunë vjen bashkëngjitur me gazetën Panorama pas një kosto ekstra. Çfarë ndodhi me lidhjen e re të Luana Vjollcës? Merr fund drama. Vesa vendos të pajtohet me Big Bastën. Ami dhe Adelina nisin verën, fotot e nxehta nga destinacionet luksoze. Personazh Ylli Dreshaj gay, deklaratat dhe dyshimet. Këto dhe shumë tituj të tjerë i gjeni në brëndësi nga faqja 13 deri në faqen 20, zhvillime, personazhe, foto nga paparazzi, intervista e të tjerë. Tituj të tjerë nga Panorama: nga 1 janari taksa do të fshihen. Berisha premton faljen e kamatvonesave dhe zgjidhjen e pronës në 4 vite. Kreu i opozitës, qeveria do të marrë edhe kredi për kompensimin e pronarve. Përsënimet, ndërtimi i hecit në Kaçinar, banorët protest poshtë zyrës së Ballukut. Në 7 qytete, lista me emrat e pronarve dhe pronave që legalizohen pasi u kompensuan pronarët legal. Listën e gjeni në faqen 10 gazetës Panorama ditës sotme. Harmonia fetare, pelegrinazhi ndërkombëtar i Bektashinjve, porosia e Babamondit për brezat e rinj në faqen 11. Shohim dhe hapësirën opinion, lufta e dytë botërore në 80 vjetorin e përfundimit. Nga Pascal Milo, në faqet 22 dhe 23, ndërsa opinioni i fundit vjen nga Ndriçim Kulla në faqen 23. Një kujtesë për reflektim. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me telefonatat në studio, ndërkohë në pjesën e tretë do të jemi me avokatin.